Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se borxhi publik global pritet të tejkalojë 100% të prodhimit të brendshëm bruto botëror deri në vitin 2029, duke arritur nivelin më të lartë që nga viti 1948. FMN thekson se me një rrezik prej 5%, borxhi publik mund të arrijë në 123% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2029. Kjo pasqyron një trajektore më të lartë dhe më të përshpejtuar se sa ajo e parashikuar para pandemisë së koronavirusit. Për më tepër, shpërndarja e rreziqeve është e gjerë dhe anon drejt rritjes edhe më të shpejtë të borxhit, thuhet në raportin e monitorit fiskal të tetorit. Për shumicën e ekonomive të mëdha, borxhi publik tashmë e tejkalon ose është në rrugën për të tejkaluar 100% të prodhimit të brendshëm bruto. Megjithatë, numri i shteteve me detyrime financiare mbi 100% të prodhimit të brendshëm bruto pritet të ulet gradualisht gjatë 5 viteve të ardhshme, ndërkohë që këto vende parashikohen të zënë një pjesë më të madhe të prodhimit të brendshëm bruto global. Kanadaja, Kina, Franca, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-ja janë ndër vendet e G20 ku borxhi publik tejkalon 100% të prodhimit. Sipas FMN-s, këto shtete zakonisht kanë tregje të thella dhe likuide të bonave sovrane, si dhe hapësira më të mëdha për politika fiskale. Prandaj rreziku i tyre fiskal konsiderohet i moderuar. Në të kundërt, shumë ekonomi në zhvillim dhe vende me të ardhurat të ulta përballen me sfida më të ashpra fiskale, pavarësisht barrës më të lehtë fiskale. Numri vendeve me borxh publik në 60% të prodhimit të brendshëm bruto u shtua në mbi 100 në vitin 2021 dhe pritet të vazhdojë rritjen, edhe pse pjesa e tyre në prodhimin e brendshëm bruto global përfaqëson më pak se 30%, thuhet në raport. FMN-ja thekson se vendet në zhvillim kanë shumë pak mundësi për financim dhe për